në një shtet ku i kam të gjitha të drejtat, ke sigurime shëndetësore, funksionon ligji, kur është minus 20 gradë ftoft i hap drejtaren se do ka bo pak nxehtë mrena. Rryma nuk e din çka do të thonë me unal kurr. Në New York paguaj më lirë se në Kosovë. Për shembull në New York për një muj ditë kam pagu $140 rrymë, a në Kosovë kam nal rrymën komplet, nuk funksionon, s'ka asnjë gjë të lëshuar edhe në muajin janar më ka €10, muajin shkurt €14, muajin mars €20. Edhe kjo është shumë qesharake dhe shumë e pandershme. Po megjithatë, duhet të mos ikim nga tema, për shembull, është e pandershme me ardhunë me ja përcaktu vllaut tim mënyrën e qeverisjes dhe të jetesës. Nëse jemi në Evropë, kemi pa plot raste kur vjen mbrëma ditë voton dhe kthehet. Po pse nuk po jeton këtu atëherë? Do të thonë vjen ja përcakton familjarit mënyrën e qeverisjes, ja përcakton me ju ndal rryma se duhet me ju shit në Serbi, ja përcakton mos me pas sigurime shëndetësore, autobus nuk ka, qarkullim nuk ka, trenat janë imagjinar, do të thotë kemi pas shumë premtime tjera, pra vetë kthehet atje ku ka gjithçka, e din e shikon telefon edhe sa minuta i vonohet treni, ku është qitash, ku po vjen, e shikon se në kohën kur nuk është piku i ditës, për shembull, në mëngjesi edhe darka kur shkohet në punë dhe del prej punë kushton bileta më shtrejt, pastaj është më lirë, studenti ka shumë privilegje dhe shumë mundësi e tjera, pra është e pandershme moralisht mërgata me ardhë dhe me përcaktu jetën e mënyrën e jetesës qytetarëve që jetojnë këtu 365 ditë vitit. Përndryshe, po, e drejtë kushtetuese është. Po ne kemi edhe nëse flasim moralisht, nëse flasim moralisht është shumë e pandershme dhe pa drejtë. Sepse ne kur flasim për drejtë kushtetuese ne vetë dim që kanë të drejtë kushtetuese dhe nuk e vëmë fare në diskutim. Po sa i përket a është e moralshme apo jo? Shpesh edhe e kam përmend.